Selam aleikum hoxh. A bon me prish agjerimin në ditën e verës dhe me fillu prap ditën tjetër. Aleikum selam wa rahmetullah. Agjerimi i muajit Ramazanit është urdhër prej të Madhit Zot. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte bërë obligim atyre që ishin para jush. Kështu është ajeti, pra kuptimi i ajetit Kuranit. Nëse njeriu një ditë është sëmur, apo është në udhëtim, e ka lehtësimin që atë ditë ta prish dhe ta kompensoj mbas Ramazanit. Ndërsa dita e verës nuk është arsye për me prish ditën e agjerimit. Prandaj njeriu duhet t'i friksohet Allahut lartësuar, sepse është urdhër i të Madhit Zot. Një ditë do të pyetemi për këto urdhra. A e kemi agjëruar Ramazanin? A e kemi fal namazin? Dhe normal, ne me agjerimin e Ramazanit shpresojmë shpërblim të madh tek Zoti i gjithësisë, se po e lejmë ushqimin, pijen për hir të Allahut lartësuar, se Zoti i gjithësisë na ka urdhëruar dhe ne i bindemi atij dhe shpresojmë që Zoti na shpërblej, sepse e dim që në xhennet është një derë e cila quhet Ar-Rayyan, prej së cilës hyn në xhennet agjëruesit. Allahu na e mundësoft.